Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalem me ditën e sotme tek zhvillimet më të fundit në vendin tonë. Do të flasim për protestën. Në ditën e 24 të protestës, një nga përfaqësuesit e saj deklaroi gjatë fillimit se protestuesit po i kujtojnë kryeministrit se pse janë në këtë protestë. Në deklaratë publike drejtuar qytetarëve dhe mbështetësve, ai ka renditur një sër kërkesash duke theksuar se protesta është paqësore dhe mbarpopullore dhe kërkon dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe gjithë qeverisë, krijimin e një qeverie teknike tranzitore për jo më pak se 12 muaj, ndryshime kushtetuese dhe miratimin e tyre me referendum, ku përfshihet ndryshimi i kodit zgjedhor që sipas tij ka marrë peng vendin që prej vitit 2008, ndryshime në ligjin për financimin e partive politike, pasi sipas deklaruesit përmes tij financohen nga paraja e krimit dhe të drogës, kufizimi i ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate. Këto janë dhe 5 kërkesa të cilat janë paraqitur në protestën në Tiranë. Kam të ftuar ditën e sotme për të diskutuar mbi këto zhvillime zotin Lutfi Bilali. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje. Zoti Bilali, do doja të nisja me zhvillimet më të fundit tashmë në vendin tonë dhe protestën qytetare që po zhvillohet. Si keni parë ju të gjitha këto zhvillime? Pa në qovë se me lejohet si Kosovar, apo shqiptari i Kosovës, nga se ka ndonjëherë nga të rrime, njëra ndër ato që ka paraqitur kryeministri që punë po prishin në Shqipëri Kosovarët dhe ata të ardhët nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Mendoj është e drejtë çdo shqiptari të interesohet dhe të ketë një mendim të tij, apo mund të them më mirë brenga e çdo shqiptari është proceset në të cilat po zhvillohet Shqipëria. Ata që kanë përcjell ngjarjet më herët edhe gjatë protestave që kanë filluar në Serbi kanë nohatur që një gjë e tillë do vijë edhe më poshtë. Do ketë lëvizje të tilla. Viti 2026 do jetë vit i protestave, të cilat në shumë vende besoj që do jetë ai strobollari kryesor për ndryshim të regjimit, dhe kjo mendoj që ka të bëjë edhe me Hungarinë, ramjen e Viktor Orbanit, dhe tash rradha është, të them drejtën, edhe atyre që bajnë 4 legislatura dhe hynë në mandatin, hynë në vjeçarin e 16. Edi Rama në Shqipëri ka 14 vite deri në këto momente, dhe mendoj që është e konsumuar, me që se votuesi është e drejtë e votuesit, por janë kushtet e pabarabarta. Mendoj që protesta në Shqipëri ka lënë një mbresë përcjellur nga mediumet edhe ndërkombëtare, ka treguar që është me të vërtetë një protestë paqësore, me kërkesa tani më të qarta. Për mendimin tim, mendoj që pika kyçe është 12 muajshi, apo një vit për të formuar një qeveri tranzicioni, e cila do përgatiste zgjedhje të lira të drejta. Mendoj që ju përmend ja 4 pika, po mendoj që edhe paketa maleve ka rëndësi të madhe, nga se është më rëndësi që pasuria e Shqipërisë dhe pronat dhe toka shqiptare duhet të menaxhohet dhe të ketë kujdes, jo kundër investimeve. Unë nuk e besoj që protestuesit në Tiranë janë kundër investimeve, por dëshirojnë që të kenë transparencë dhe të bëhet e qartë për publikun, dhe sidomos ato pika strategjike, çdo kush vën syrin në një vend, sidomos nga Bregdeti, që është një pasuri që ka dhënë Zoti Shqipërisë, dhe kjo duhet të ketë kujdes si të menaxhohet, dhe nuk ka të bëjë çdo vend në Ballkan, edhe Kosova dhe Shqipëria ka dëshirë të ketë investitor. Po këta investitor duhet të jenë ata të cilët mendojnë pak a shumë qeveritë e vendeve tona, duhet të mendojnë për interesin e publikut dhe interesin e qytetarëve, mua edhe për ata janë zgjedhur. Dhe mendoj që kjo protestë lë një shije jashtëzakonisht të mirë për shkak të mobilizimit dhe grumbullimit
mund të them, të shtresave të ndryshme, kryesisht të reja, por edhe ato që njihen si shtresa mesme, e cila në një farë mënyrë 35 vite është ngulfatur nga ndrimet e pushteteve të majta dhe të djatha, me që se mendoj që më shumë ka interesa, sepse s'kemi, mund të them, asë ideologjie e cila për lekun mendoj që udhë poshtë edhe idenë e majtë edhe të djathë. Por janë grumbuj interesa të tilla të lidhura nga formacione të ndryshme politike të cilat kanë arritur që ta sjellin Shqipërinë në këtë pikë. Zoti Bilali, mendoni se qeveria do të ishte treguar kaq e nxituar se i përket këtij projekti në Zvërnec, nëse investitor nuk do të ishte dhëndri i presidentit Donald Trump Jared Kushner? Nuk mendoj që do shta ekskluziv ka të bëjë me emër të përveçshëm të familjes presidentit amerikan. Do shta hilja mund të jetë dikun tjetër, besoj që me Çipron, pastaj edhe në Greqi është ta quaj kështu një invazion ku blihen prona në emër të zhvillimit të turizmit apo të projekteve të ndryshme që në prapavi, se sot luftat nuk bëhen ekskluziv me tanke dhe me avion, por investohet me kapital dhe pastaj mund të ketë projekte të atilla që mund të rrezikojnë interesin e banorëve dhe qytetarëve të atij vendi, por edhe shtetit në tërësi. Dhe unë besoj që politika e tillë ta quajë shpopullimit nuk është e rastishme. Shqipëria fatkeqësisht ka sa ka banor brenda, ka edhe banor jashtë. Dhe po që se vazhdo ky trend, atëherë atë pronë mund ta shikoj dikush tjetër. Dhe kjo mendoj, nuk e kam fjalën këtu vetëm për aspektet të poleve lidhje perëndim, mund të jenë nga Bangladeshi, mund të jenë nga India, mund të jenë kurt, mund të jenë nga Afrika e Veriut, dhe projekte të tilla të cilat në një farë mënyrë mund të kanosin ekzistencën edhe të qenë son kombëtare. Por ta dallojmë atë që Zvërneci dhe Sazani janë dy pika të cilat në një farë mënyrë duhet të ketë një transparencë të plotë, nuk bëhet fjalë për një kundërshtim apo investim amerikan, ose kushdo qoftë, por besoj që ndoshta këto pika është bërë gabimet e mëdha, sepse ato nuk janë prona të privatit, por jona, nuk është deti pronë private e personave apo të banorëve, është pronë publike, pronë shtetërore. Dhe Sazani sidomos është pika kyçe, e cila është një pikë që mendoj edhe në aspektin gjeostrategjik për armatën dhe ushtrinë shqiptare, por edhe për infrastrukturën e cila ka të bëjë me interesat. Unë nuk besoj që në ata resort dhe hotele luksoze që do banë, ka mundësi një qytetari thjesht të hitë e pini kafe atje. Dhe është jashtëzakonisht, këta flasin që interesi që unë e kuptoj logjikën ekonomike që mund të vinë investime, mund të jetë investime 3-4 miliardë që pastaj mund të ketë impakt në zhvillimin e GDP-s dhe buxhetit të shtetit shqiptar, por mendoj që mendoj që qeveria ka gabuar, që ka hyer dhe sidomos në paketën e maleve, ku realisht preken ekzistenca e pronave dhe pasurisë publike të shtetit. Dhe mendoj që transparenca e qeverisë ka qenë në minimum, sepse marrëveshjet e tilla apo jahtet ku janë bërë këto marrëveshje tregojnë qartë që nuk është aq e pastër e të reja që ka ndodhur edhe me Sazanin, por edhe me Zvërnecin, por edhe pjesë tjera në cilat mund të hynë pastaj në itinerarin e projekteve, ku Bregdeti shqiptar në një farë mënyrë, ose pikat kyçet e saj mund të sjellin probleme, qoftë për atë që quhet lëvizje në heshtje, e dikuj që pretendon që nesër të jetë të bëhet thëndër zot shtëpie në shtëpinë tonë.
E qartë, zoti Bilali, nga ana tjetër, si e keni parë të gjitha sulmet nga vetë kryeministri shqiptar Edi Rama kur diaspora erdhi në Tiranë për të protestuar, pra ishte populli i Maqedonisë së Veriut, por edhe shqiptarët e Kosovës, dhe i shuajti se ata të Maqedonisë së Veriut nuk duhet të vinin për të protestuar në Tiranë pasi janë popull shtet formues në vendin e tyre, ndërsa Kosova është një shtet i pavarur. Pra ishin sulme të drejtë për drejta nga vetë kryeministri shqiptar, por nga ana tjetër të mos harrojmë edhe sulmet e këtyre 2 ditëve të fundit që po bëhen ndaj ish luftëtarit UÇK zotit Dritan Goxhaj. Kjo duket që është në panik dhe në siklet edhe vetë karriga ti, pozicioni ti. Mendoj që një politikan i përgjithshëm kishte afruar tërheqjen apo si një dërheqjen, sepse mendoj që është i konsumuar dhe Shqipëria ka nevojë. Unë mendoj që etiketimet e tilla, më duket një 3 ditë në kohën e proceseve të vitet e 20 në Shqipëri, Hasan Prishtina, duket një 30-50 ka qenë kryeministër. Thuhet që ka pas ndoshta zëra që një kosovar të jetë kryeministër në Shqipëri ka qenë ndoshta pak një lloj sfide, nuk po shpreh me fjalor më ndryshe, por mendoj këto nuk na bëjnë hajër këto gjëra. Mendoj që askush nuk ka pretendime që banorët rezident dhe shtetasit e Shqipërisë të udhëheqen nga qytetarët të cilët janë rezident në Shqipëri. Mirë po, fjalori i tij duke përfshirë Kosovën, meqense në Kosovë, më thonë drejtën, ka një interesant, ata thojnë, mos të kem qasje, nuk ka që nuk ka simpatizant, ndoshta naiv në një farë mënyre, Rama, të cilët apo disa ka nostalgji, thëmë drejtën që ka koha e Enver Hoxhës, nuk pajtohen me faktin që ka qenë i dëmshëm, por në një farë mënyrë ata thonë nuk kem nevojë të përzihemi në çështjet e brendshme të Shqipërisë. Mirë po, nga 24 orë propagandojnë dhe thëmë drejtën kështu banë avokojnë për Edi Ramën. Është e çuditshme logjika e tillë. Mirë, unë e kuptoj, sepse disa figura të cilat kanë qenë të implikuar në Shqipëri ose me pushtetin, kanë filluar të marrin një pamje tjetër edhe fytyra e tyre tregon që janë në siklet. Nga se kanë interesat të tilla, të cilat 24 orë nëpër kanale televizive në Shqipëri dhe trumbetojnë që kjo protestë është e dëmshme, nuk ka protestë të dëmshme, ato ku ka reagim me të vërtet ka demokraci. Dhe mendoj e tëra kjo tregon që ndarjet, nuk e mendoj që është ndarje, por në një farë mënyrë, një farë sentimenti i tillë që kosovarët dhe shqiptarët nga Maqedonia e Veriut duhet të rrinë anash, nuk e besoj që është një lloj aspekti që tregon se ne jemi ata që mund të ndryshojmë pushtetin në Shqipëri. Ne mund të jemi si shqiptarë, ne kemi opinione për geopolitike, për krizat tjera ndërkombëtare, por kemi edhe opinione edhe për Shqipëri, se jemi pjesë e saj. Bile mund të them drejtën, dashuria për Shqipëri, sidomos e gjeneratave të mia, më herët ka qenë diçka lidhur shpirtërore, dhe nuk mund ta dallon Kosovën nga Shqipëria, them drejtën kështu. Ose një çik më tepër ndonjëherë ato emocionet tona kanë qenë dashuria për Shqipërinë. Dhe tëra kjo tregon që nuk prish punë nëse një Lutfi Bilal shpreh një mendim apo përkrah protestat. Unë po tani reagim në djenin një postim e kam parë, ja 2-3 fjalë për drejtanin, dhe me duket një reagim kështu një qytetare nga Shqipëria thotë se ju nuk po na ndihmoni me largu korrupsionin, po na destabilizoni. Për kosovarët e kishte bërë. Dhe mendoj që është tendencë e tillë ndoshta naive ose më të them aksidentale, por jo, nuk kem bëjmë me këtë çështje, ne kem drejtë që ata 100.000 apo nuk kam rësi 50.000 protestues për 24-5 ditë që janë të pandalshëm. Dhe tëra e gjeneratë, nuk po kuptoj njerëz, jem në vitin 2026, nuk jem në vitin 1990 apo vitin 2002-2003. Dhe kjo gjeneratë kërkon që të lirohet hapësira dhe jo ngulfatja e tillë, e cila për çdo ditë në qoftë në Tiranë apo në qytete tjera të Shqipërisë
është mund të them situatë jo e mirë dhe kërkojnë, e shif bëhet Britania madhe atje me ndryshim të liderëve dhe kryeministrëve për do thot një proces i cili brenda javës do thot ndryshon ajo strukturë që do thësh me shtetin apo me qeverinë. Dhe kjo duhet të jetë një mësim i tillë. Besoj koha e tillë e figurave të cilët në një farë mënyrë tregojnë arrogancën e tyre dhe konsumimin e tyre gjatë mandatit të katërt, mendoj që është problematike. E kam se të tham drejtën, një lloj vërejtje që protesta duhet të përkajen, organizatorët e protestës duhet të dalin me platformë të tillë dhe me strukturat e tyre, me njerëz të tyre, me emra dhe mbi emra. Dhe kjo duhet të jetë, ajo protestë duhet të ketë lider. Tham drejtën, duhet të përgatitet edhe për zgjedhjet tash, por nuk pranoj që ata në qofë se janë edhe kundër majtës edhe kundër djathtës, mos të përmendin me emrat për lider të tyre, atër duhet të kanë një lider të spostuar i cili duhet të përzgjedhet, të përgatitet dhe me qenë se droja ime është që faktorët ekstern, por edhe intern, mund të na servojnë një ramë të ri ta quajnë thojza edhe për decenët tash. Zoti Bilali, mendoni se deri më tani ka pasur ndoshta ndonjë ndërhyrje politike në këtë protestë qytetare që po zhvillohet, duke qenë se kemi parë edhe lider politik, ndoshta të partive të vogla apo edhe të opozitës në atë shesh? Po sigurisht, po shteti ka të infiltruar strukturat e tyre. Bili mendoj që janë jashtëzakonisht agil, me forma dhe metodat të ndryshme me operativësat e tyre, por shteti ka instrumente të shumta, ka buxhetin, ka njerëz, ka strukturat të cilët mund të paraqiten të ngazllyer dhe protestues bashkë, solidarizim me protestuesit, por mund të jenë edhe provokator për qëllime. Kanë qenë disa incidente të lokalizuara dhe të kufizuara, të cilat janë të pasharuar dhe nuk dihet kush qëndron prapa tyre. Por partitë politike, sidomos në këtë rast disa parti të vogla, nuk aludoj në qëllimin e mirë të tyre, por në një farë mënyrë dëshirojnë të përfitojnë në këto raste dhe të rriten edhe rejtingun e tyre, por edhe votën e tyre për zgjedhje të ardhshme. Sa që do të ketë zgjedhje, mendoj, në një apo një tjetër skenar, Shqipëria besoj për një afat brenda një viti do të ketë zgjedhje të lira, nga se shifet që ky pushtet më është ta quaj në thojza i plagosur rënd dhe nuk ka gjas që të shif do të akuzat ju përmend më herët edhe ndaj Goxhait, i cili ka lexuar pas kërkesat. Besoj që Goxhai ka dhënë një zonë si qytetar. Patjetër. Me protest, nuk ka marrë ndonjë epitet të liderit të kësaj proteste, edhe pse mund të jetë, unë nuk kam dilemat të tilla. Unë flas për njerëz aq sa i njoh, nuk flas për njerëz në narrativin e konspiracionit dhe gjëra ndryshme. Po që se ka fakte për një figurë që është e lidhur me dikon, atëherë janë institucionet e shtetit dhe do të afrojnë fakte. Dhe kjo mendoj që është e dhëmshme dhe goditjet që bën ka qenë s'ka qenë në vijat e frontit, ajo dihet botërisht ku ka qenë edhe babai i drejtanit dhe drejtani. Por partitë e vogla, mos dal nga tema, mendoj që janë të spostuara që të fitojnë ndoshta mbështetës, por më duket që protestuesit janë bukur stoik që të mos ketë implikim të partive politike. Brenda sa munat, ata nuk kanë instrument që ta ruajnë protesten se kush hin edhe kush del, qoftë të infiltruar me qëllime jo të mira, qoftë edhe nga lider. Më qenë se disa nga liderët muqi atje, pastaj me duket qori edhe një numër eksponentëve të partive, të cilat përfshirë me nga 1-2 deputet të parlament, tentojnë që zëri të shehu po ashtu, tentojnë që zëri tyre të jetë, mund të them, për efekte, qoftë të armës së tyre politike, por mendoj që protestat duhet ta nxjerrë një organizatë politike, një parti politike, një Shqipëri të re, ta quaj kështu, e cila duhet të konkurrojë në zgjedhjet të ardhshme. Si do rrjedhin pastaj proceset dhe votuesit nga do drejtor dhe ku do ta parashojnë që ta udhëheqë Shqipërinë, atëherë do jetë ajo që sovrani vendos.
E qartë. Zoti Blali Ndërkaq, rolin e opozitës pra të Partisë Demokratike të Shqipërisë, si e keni parë në të gjithë përfshirjen në këtë protestë, ndoshta ka qenë edhe më pak e përfshirë edhe për shkak se protestuesit në fillim dolën me pankartat Rama në burg dhe Berisha në burg. Ky binom tashti është një sinonim i protestës, dhe mendoj që është vërtet të ndahet nga ajo, me qenë se opozita ka kohë që mund të them që ka humbur kredibilitetin, por nuk ka pas masë që bashkangjitet, sepse mendoj që ky votuesi ndërmjetëm në një farë mënyrë ka qenë edhe sabotues dhe i lodhur nga figurat e tilla. Dorën e zemër, Partia Demokratike u dashur të jetë ajo simbolika e cila mund të lunte rolin e një opozite dhe t'i printe protestave, por është pa që fuqia saj dhe mund të them ajo tretja saj nuk garanton që mund ta sfidon Ramën nesër. Kjo mendoj që në një farë mënyre, edhe pse parollat dhe mund të them thirrjet më mirë, janë një pakënaqësi që shprehen ndaj pushtetit, po jo larg edhe opozitë edhe PD-s, sepse mendoj që proceset e brendshme në Partinë Demokratike kanë qenë mund të them ndoshta në një farë mënyre kanë shprehur pakënaqësi edhe vetë në antarësinë, dhe mendoj të gjithë këto që nga dorëheqja Bashës dhe rikthimi i Bashës, pastaj problemet dhe polarizimet e brendshme në parti, rezultati dobët në zgjedhje ka treguar që diçka nuk është në rregull me këtë forcë opozitare. Por mendoj që opozita ka nevojë që frontin ta ketë me pushtetin për momentin, nga se në një farë mënyre Rama ka arritur të krijojë strukturat e tilla dhe fuqitë e tilla, e cila është e trishme të 3 deputet i ketë nga 140 sa ka Parlamenti Shqiptar, do thotë fitues i zgjedhjeve absolut, dhe kjo jo absolut në shumicën, do thotë, e cila nuk është ndoshta e pritur, por problemi ka qenë që opozita ka qenë e fragmentuar. Dhe mendoj që roli i Partisë Demokratike dhe liderit të saj Sali Berisha duket që një plakje jo vetëm politike, por edhe biologjike, e cila në një farë mënyre ndikon në forcimin e Partisë Demokratike, por rivalitetin brenda zgjedhjeve të ardhshme do jetë me një forcë të re. Nuk e di organizatorët ta planifikojnë, nuk jam në dijeni për këtë që të dalin me një forcë politike, por unë besoj që do rendi që gjithaj volum dhe gjithaj masë kërkon një përfaqësim. Qartë. Zoti Blali, mendoni se sot qeveria shqiptare është duke paguar të gjithë koston e skandaleve, akuzave për korrupsion, por edhe mungesën e besimit të publikut? Po kjo është me keqja, shef, ata që janë të zhytur në aferat korruptive, dhe nuk janë afera të vogla, janë milion të tërë që kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve. Bile është një fjali që në disa vende të vish në të thosh resorin e një qeveritarë të jesh ministër apo ministre, brenda 2 muajsh mund të arrish të bësh milioner. Dhe kjo mendoj që kjo ngulfatje e tillë është hetuar, me duket zvërnesin është ka qenë sebepi. Por masa është dhe qytetari në Shqipëri, mund të them drejtën, para hunëve të tyre është betonizuar me pallate, rokaqej, ku ja kanë zonë edhe dritën e asaj banesës së shtëpia që ka pas. Dhe kjo nuk është e rastishme që të gjitha oligark dhe kjo strukturë janë të lidhur me pushtetin. Dhe kjo mendoj që gjithë ky proces i brisht i hyrjes në lakmin dhe qëroditjen për të glabritur sa të mundesh dhe të hallet e qytetarëve nuk mund të reagojnë, do thotë Shqipëria bën 36 vite
nga rrëzimi i diktaturës dhe ndryshimi i sistemit, dhe mendoj që kjo është një një shoqëri me cilën gjeneratat e tilla nuk pajtojnë që të vidhen, të poshtrohen dhe të fyet inteligjenca e tyre. Mendoj që këtu është ajo poenta ku kjo gjenerat dhe mendoj që nuk do ketë pushim apo zbeje të protestës deri në realizimin e qëllimeve të tyre, sepse është plotësisht e drejtë dhe nuk po hyjnë ato konspiracionet, sepse tek ne në Kosovë, si të përmendet që këtu ka gisht Greqia dhe Serbia, njerëzit kanë aty dilemat pastaj se kush mund të jetë, por këto janë paranojat me të cilat nuk them që shërbimet e ndryshme nuk janë të interesuar të përcjellin atë situatë. Mirë po mendoj që është protestë e pastër e qytetarisë, e rinisë dhe shtresat të cilat më nuk durojnë ta quaj zullumin e korrupsionit dhe të hajnisë, hajdutrisë që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe kjo mendoj që është postulata e cila nuk mund të rikthen në pikën zero, por do jetë një zhvillim i cili mendoj do jetë për të mirën e Shqipërisë. Qartë. Mirë, zoti Bilali, ndërkaq për ta mbyllur, nëse qeveria do të vazhdojë të sillet sikur kjo protestë nuk ekziston, po shuaj, mendon se rrezikon ta thellojë më shumë të gjithë ndekun me qytetarët? Do gabonte po që se do priste që do lodhet apo do zvoglohet numri i protestuesve. Mendoj që është momenti i fundit që të reflektoj një politikan i mirë, kam fjalë një politikan i vetëdijshëm, sa është i mirë në politikë nuk ka vërtet. Politika është një lloj kanalizimi e cila bën gjithçka, por mendoj që edhe në politikë ka moral. Dhe vjen ai piku ku në farë mënyrë boll është boll, por nëse nuk e kupton këtë shefi i ekzekutivit shqiptar, droj që Shqipëria do humbë. Dhe do kemi procese me cilat do ballavaçohem, Shqipëria nuk ka interes që të vazhdoj, ndoshta ky polarizim i tillë edhe një vit, 2 vite, nuk po them të merret modelet nga fësinjit atje, por nuk është e levërdishme për Shqipërinë, por edhe për interesin edhe të shtetit shqiptar që protestat e tilla dhe zëri i tillë mos dëgjohet. Ata mund të kanë njerëz që për shembull kanë deklarime që as që dëgjo Rama, nuk do ndodh kurrë tërheqja e tij. Ju rikujtoj fjalën e shefit të shërbimit të DDR-it në atë kohë kur ka thënë që Honecker dhe Gjermania Demokratike asaj kohë DDR-i nuk do ndryshoj dhe do bie kur të shelja të bë qershi. Por u po që brenda 2 muajve ka ra. Edhe tash kjo formë e tillë që paraqitet nga ekzekutiva, shefi i ekzekutivit shqiptar, besoj që do jetë gabim. Qartë. Mirë, zoti Bilali, ju falenderoj shumë për gjitha informacionet. Kemi arritur në fund. Ishte kënaqësi, zotja Zendeli. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema. Deri atëherë, mirupafshim.